Kundër kujt ke luftuar ti? Na kena luftu kundër kriminalëve që janë ardhur peri Beogradit, me na domethënë tonë me na çështën domethënë tokën e shqiptarëve me morre, me bon tokën e serbëve, po nuk keni luftuar kundër civilëve serb. Kur njët nuk as ju as populli shqiptar është i vetmi populli shqiptar është për kësaj të rajoni që të dia edhe kësaj të rrethet edhe në Ballkan në Evropë, domethënë kur me civil nuk u merr. Kur unë 500 vjet që tash kush e di çka për çmuj me vro serbët fëmin 500 vjet nuk muj. Nuk ma le zemra pastër. Kofshaj Zoti ka më luftu, domethënë me ata që janë ushtar me ushtar, për këta normal ai që ka qenë i sjellshëm i kulturun, ai unë për vete nuk muj, domethënë ai nashta ki shumë edhe serb Beogradit, domethënë që nuk e kanë ndeshur as luftën, po ja ka imponuar regjimi Slobodan Miloševićit. Se kjo pe aty në domethënë që nuk e kanë ndesh domethënë as luftën, as pa drejtësi apo popull tjetër. Doli nga nevoja, nga zullumi i madh, nga zori që lufta nuk është e mirë, apo jo, edhe sot nuk po thuash se lufta është e mirë, por u bë nga unë shpesh kur më thonë unë kur në jetë as kum ditë Michel Altin, as kum ditë Michel Automonten, as domethënë me luftu s'kum ditë. Kush unë kam mësu për me luftu? Unë kam mësu Serbia, se Serbia erë në Kosovë, na i bënoj neve, për më mësu, me stërvit, me ushtru, na nuk kena shku në Beograd, na e kena po luftën e pasër, na e kena mbrojt venin tonë. Këta, ta shurëvesh nëna llogariti, që kanë bënë në Bosnë këta? So njerëz i kanë vratje, në Kroaci, që kanë bënë në Kosovë? So shqiptarët i kanë rejtë domethënë para lufte, so maltretimet, so vrasjet. Unë kam rastin e Xhevdet Aruqit, domethënë kur u shku me kry shërbimin e armatën jugoslave, ku ka ardhur i vdekur. Narkivol ka ardhur. Çato ku i kem vorët na Logja Aruqi, ku i kem bash na ku i kem vorët ato 200.000 shqiptarë janë ko. Ka qenë pjesëmarrës domethënë varrimin e Xhevdet Aruqit edhe Ademir Shori ka qenë. Që tregoj njerëz. E mbaj mend ngjarje si. E mbaj mend ngjarje, ka pas njerëz pere Maqedonie, ty falenderoj, pe Shqipëria, pe Kosovë. Domethënë qëllimi ka qenë që na bënën pa drejt, na mëtën në djalë, domethënë pa fajshëm edhe krejt populli u bë krejt në vend. Populli shqiptar domethënë din mu bashku. Populli shqiptar është popull që ditë më të vështira domethënë na i harrojmë në notet e tona, besa rasti për shembull janë të nçetës domethënë për hatër tokës të popullit krejt gjatë që i falen e njëri me tjetrën e u bashkuan edhe tani ju kontribuojnë Serbisë që për mua domethënë anë të nçeta është hera domethënë dëshmore që ka dush se ai i ka bashku krejt shqiptar.